një mjek është në shtëpinë e vet gjithandej. Sepse ky lloj profesioni ka të bëjë me pjesën më pa etiketa të shoqërisë. Nuk ka komsi, nuk ka fe, nuk ka politik. Në të njëjtin dhomë, në të njëjtin sallë të operacionit që trajtohet, operohet pacienti i famshëm, operohet edhe emigranti afrikan i ardhur apo pa letra, të njëjtat gjë që unë bëj në Treviso i bën kolegu im në të njëjtat kushte me të njëjtat rezultate në Amerikë, Afrikë, Azi. Është një shprehje e Senekës që thot pak a shumë që adheu im është gjithë bota stol në këmbët e Zotit. Nuk po e them latinisht sepse bëhet kështu çiksi e tepruar. Por spija ime është gjithandej. Shumë e bukur. Dhe im është gjithë bota stol në këmbët e Zotit. Mendoni që mund të, po kaq lehtë mund ta ndroni atë dheun, pra në kuptimin nga Italia në Shtetet Bashkuara, në Gjermani, diku tjetër? Atëherë, teorikisht është e mundur, sa më shumë kalon koha dhe mosha, aq më shumë të gjithë ne bëhemi më të ngurtë dhe jemi më pak të disponueshëm që të ndryshojmë zonën tonë të rehatisë. Por po, unë marr oferta pune, sidomos në këto 2-3 vitet e fundit nga disa shtete, sidomos nga vendet arabe, nga Azia, nga Kina. E kam pyetur veten se sa do të kishte qenë thjesht ndryshimi i adheut. Megjithse në fundit Rudina, adheu vetëm një ngelet. Bryli. Por teknikisht gjithmonë bryli. Por teknikisht për sa kohë bëhet fjalë për punë është e thjeshtë, sepse anatomia njerëzore është e gjitha një lloj. I pacienti është i njëjti gjithandej. Ngelet sigurisht problemi i komunikimit që është shumë i rëndësishëm në mjeksi, edhe kjo ka të bëjë me gjuhën. Ngelen dimensionet kulturore që kanë të bëjnë shumë me rezultatin për te komunikimit edhe me rezultatin e gjestit mjekësor. Këto janë 2 dimensione që e limitojnë shumë praktikisht një transferim ose një ndryshim adheu. Por nëse mjekësia reduktohet në vetëm pjesën e vet teknike, përgjigjja është po, është e thjeshtë për të zhvendosur, por unë nuk besoj në mjekësinë si gjest teknik vetëm. Ka një dimension njerëzor që është i pazëvendësueshëm dhe nga kjo pikë vështrimi është e vështirë për të ndruar adheun ose për të ndryshuar kontekstin ku një mjek punon, sepse duhet që të heqë dorë nga ajo pjesë e rezultatit të punës vet që varet nga dimensioni njerëzor. Nuk e di ja u shpjegova. Shumë mirë u shpjeguat. Po ndërkaq, ju tashmë keni një teknik të re. Me ardhjen e inteligjencës artificiale, a shtohen këto teknika të reja dhe e bëjnë njeriu, mjekun të zëvendësueshëm? Po, definitivisht. Unë kam një kolegun tim që është një person genial, është Polidrik. Edhe një bisedë para pak kohësh më tregonte që ai është i pasionuar në qartë dimensioni teknologjik edhe në letërsi, për çfarë ka të bëjë me letërsinë fantastiko-shkencore. Edhe më thoshte që letërsia fantastiko-shkencore që prodhohet në këto 10, 15, 20 vjetet e fundit nuk parashikon personazhe mjek. Fare. Dhe nëse konsiderojmë letërsinë ose themi dimensionin narrativ të shoqërisë si një farë parashikimi të ardhmes, atëherë është e mundur që mbas nuk e di sa 50 vjetësh personazhi mjekësor i shoqërisë, jo i letërsisë, të mos ekzistojë. Vetëm se ka një rrezik në gjithë këtë që megjithse precizioni, saktësia, mundësia për të gabuar, të gjitha këto do të jenë në avantazh të pacientit,
dimensioni njerëzor që ka të bëjë me empatin, me komunikimin, me të kesh dikë ku ti tregosh edhe dhimbjen për te organit disfunksional, kjo do të jetë një disavantash. Pra, nëse gjithmonë flasim për mjekësinë si gjest teknik, mjeku është i zëvendësueshëm. Do të jetë i zëvendësueshëm, është në shumë specialitete gjithmonë më tepër i zëvendësueshëm. Por është gjithmonë një dimension që teknika nuk do të jetë në gjendje që ta zëvendësojë, sepse është i përtej natyrës së saj. Dhe është pjesa humane, pjesa njerëzore, pjesa prekje. Ndërkohë, duke ngelur te kjo prekja dhe tek humania dhe njerëzorja, spitalet publike italiane janë krenari për Italinë, të paktën deri më tani, dhe janë ndihmë e madhe për shqiptarët pa letra, shqiptarët pa lek, për shqiptarët emigrant, apo dhe për njerëzit të cilët nuk e kanë gjetur këtë ndihmë në Amerikë, ku mund të ketë shumë më tepër mundësi teknike, ku shkenca ka bërë çuditëra, apo në Francë, apo në Greqi, apo në vende të tjera. Domethënë, shqiptarët flasin gjithmonë me fjalët më të mira për spitalet italiane, për mënyrën se si u hapet dera e urgjencës, se si kurohen edhe kështu. Ka për të qenë dhe kjo një gjë shumë shpejt, një gjë e shkuar, apo Italia nuk do e lëshojë spitalin e saj publik? Kjo është një pyetje shumë e komplikuar, sepse dimensionet në lojë për dhënë një përgjigje janë të shumta. E para gjë që duhet kuptuar është që mjekësia dhe shëndetësia nuk janë sinonime. Shëndetësia është një sistem shumë i gjerë që merret me mirëqenien e personit nga shumë aspekte. Mjekësia ka të bëjë vetëm me riparimin e sëmundjes. Çdo shtet, dhe sidomos Italia, sot po përballet me një problem shumë të madh që është mundësia për të vazhduar për të pasur një sistem shëndetësor që me kostot e mëdha shumë të larta që ka sot mjekësia teknologjike dhe me rritjen shumë të shpejtë të nevojës për shëndet, diferenca midis ofertës dhe kërkesës po bëhet gjithmonë më e gjerë. Kjo i detyron dal nga dal edhe spitalet italiane që të bëjnë më mirë llogarit. Sepse është e vërtet që një jetë njerëzore nuk ka çmim, por një ndërhyrje kirurgjikale ose një terapi mjekësore ka një kosto. Shumë të madhe. Dhe parë nga kjo pikë vështrimi, megjithëse unë jam i bindur që në dimensioni njerëzor që Italia e ka në rrënjët e veta mijëvjeçare kulturore, edhe që e derdh këtë edhe në mënyrë kapilare brenda mjekësisë, kjo nuk do të jetë më e mjaftueshme sepse kostoja e mjekësisë është bërë shumë e lartë. Dhe sidomos kostoja e mjekësisë teknologjike që lejon sot një seri rezultate shumë të larta. Po, pra për shembull ajo që ju bëni ka shumë kosto. Po. Dhe ajo mbulohet nga sistemi shëndetësor, nëse ai vjen në spital. Krejtësisht. I mbuluar nga sigurimi. Krejtësisht. Edhe për këtë më lejoni që të kujtoj diçka që të gjithë e dinë, por është gjithmonë e vlefshme për ta kujtuar, sepse ne flasim ose ne, por shpesh në Shqipëri kur flitet për shëndetësinë përdoren hiperbola për shëndetësinë amerikane. Po. Nga pikpamja teknologjike unë mund t'ju them, sepse kontaktet janë të shpeshta me kolegët, edhe të asaj janë të oqeanit. Nga pikpamja teknologjike nuk ka diferencë. Ka diferencë nga pikpamja, nga Europa dhe Amerika. Nga pikpamja teknologjike e aplikuar, diferenca kryesore ekziston tek kërkimi shkencor. Aty është. Kërkimi shkencor pra pre klinika përpara se të jenë të aplikuar. Nga pikpamja e mjekësisë të aplikuar nuk ka diferenca. Diferenca është krijuar nëpërmjet një mekanizmi marketingu.
në Amerikë çdo gjë është bazuar në një raport kosto-përfitim, dhe kjo të detyron që kur argjon shumë duhet fitosh shumë dhe midis këtij në këtë mekanizëm marketingu është i jashtëzakonshëm. Në Itali nuk ka marketing në mjeksi. Ekziston marketingu i mjekësisë në pjesën private, që është relativisht e vogël, por mjekësia e komplekse zhvillohet në sistemin publik dhe në sistemin publik nuk ka marketing sepse nuk është i nevojshëm. Por kjo nuk do të thotë që niveli i ndërhyrjeve kirurgjikale, niveli i mjekësisë, niveli i terapive është i ulët, është i panjohur, sepse jemi të gjithë pre e një mekanizmi të marketingut, jemi të gjithë konsumator. Edhe televizioni, mediat na kanë mësuar me një mënyrë komunikimi hiperbolik ku reklama si gënjeshtër e legalizuar ka marrë atë maksimumin e vetë të shprehjes, por për mos devijuar nga mirë që më pranove intervistën, mirë që më pranove me kaq natë sa e ke televizionin. Jo, atëherë e pranova për juve, sepse megjithëse unë nuk e ndjek shumë televizionin shqiptar, por di kush jeni. Dhe vlerësoj punën tuaj. Nuk do të kisha pranuar një tjetër intervistues. Por gjëra duhen thënë sepse jo sepse nuk flitet për një fenomeni nuk ekziston. Po, është e drejtë. Por ka ardhur gjithsesi, edhe pa reklam ka ardhur fakti i mjekësisë të mirë italiane. Gjë që unë se kam kuptuar, ndryshimin pse aty ka një spital të mirë publik dhe privati, ka, domethënë, po nuk është kryesori. Për shembull ju nuk punoni në një spital privat. Në një klinikë privat. Unë kam aktivitetin tim privat brenda spitalit. Kam relativisht limituar jashtë spitalit për vizita. Çdo mjek në Itali, çdo mjek që punon për publikun ka mundësi për të ushtruar profesionin e vet të lirë, themi atë pjesën e vet private. Në mënyrë specifike në fushën time nuk ekziston në këtë moment një spital privat që të më lejoj të bëj të gjitha ato gjëra që unë bëj në publik. Sa interesante, sa mirë do ishte të ndodhte kjo në qendrën tonë spitalore, në spitalin tonë të traumës, të mund të kishin ata të gjitha hapësirat në mënyrë dinjitoze siç e meritojnë, për shkak të keq trajtimit që është bërë publiku ca kohë të shkuara, uroj të zgjidhet, të vit dita që të zgjidhet. Gjithsesi, unë ndëroj, nuk e njoh mjekësin. Qendra spitalore në Tiranë ka mjek shumë të zotët, por puna e tyre varet shumë nga investimet. Kostoja është e lartë dhe nuk varet prej tyre.